Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sot dole me ecë ma sabajt edhe pam se ka mjegëll. Ecja në mjegëll është e vështirë. Ka rrezik mu përplas në objekte tjera, se nuk ki pamje qartë. Ashtu është jeta e njeriut në këtë botë pa udhëzimin e Islamit, pa udhëzimin e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur'ani dhe Islami janë dritë, janë llamba dhe fener që ndriçojnë njeriut jetën, rrugën që na i ecë. Dhe për këtë arsye Allahu Dhu Xhelal e ka quajtur Kur'anin dritë, sepse ja ndriçon njeriut mendjen, zemrën, jetën dhe rrugën e jetës. Për këtë arsye ne vazhdimisht i ftojmë njerëzit, përgjithësi e besimtarë në veçanti, që të kujdesen të jetojnë me Kur'an dhe me sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të ndriçojnë rrugën e tyre dhe të shohin ka ecin, ku shkelin dhe ka shkojnë. Andaj Allahu Dhu Xhelal thot: "Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha." Por Kur'anin e bënëm dritë me cilën në udhëzojmë ka duam ne. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Taraktukum ala mahajjati al-bayda." Ju kam lënë me një mejdan të bardhë, lejluha kenneharja, ku nata është e qartë e dukshme si dita, ku s'ka errësirë, ku s'ka mjegulla, ku s'ka mungesë pamjes dhe dukjes. Andaj, njerëz të dashur, besimtar të nderuar, ndjekni rrugën e Zotit, ndjekni dritën që ka sjell Zoti për ne nëpërmes Kur'anit fisnik dhe porosive të dashurit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do e keni rrugën e qartë, do e keni hapat e qarta, do e keni edhe cakun e qartë, do e dini ka do ecni, si do ecni dhe ku do shkoni. Andaj kjo është mirësia e Islamit që na jep neve këto të mira. E deshta me nda këtë reflektim në këtë ambient mjegullor cilën e kemi në malin e Gazibabës. Allahu Dhu Xhelal na e bëft Kur'anin dritë dhe udhëzim në jetën tonë. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.